Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë të hënë të datës 2 shkurt 2025. Iku dhe shkurti. Oh, fal zotit, mirëmëngjesi. Po kjo është muaji më i shkurtër, besoj e di apo jo. 28 ka. Këtë vit ka 28. Po pse çdo 4 vjet ka 29? Tani. Për të pyetje kështu e kam mësuar të gjithë. E kam japë provim për këtë gjë. Po mirë, pse quhet viti brisht? Se ka 29 pra. Bukur. Në më çka ke? Sa vjeç je? 29. Je gocë e brisht. Jo. Sa e bukur ishte kjo. Nuk është akoma 29, koleg. Me zor i kemi kaluar 24. Me zor ka për vjetor këtë vit bëhet 25. Kam për vjetor dhe po ju them që tani që mund të mungoj disa ditë aty ditët e për vjetorit. Ditë e dashit. Me gjithatë është një shprehje pak vulgare, po do ta them se gjithsesi. Budalla është ai që s'ndron mendje. Dhe me këtë rast ne të dy duhet përshëndesim kolegun I cili është transformuar, është konvertuar, është vërë pak syze koleg. Tifozi Milanit nga sot. Ku që zi? Ku I morë këto syze njerë? Këto janë për dheun, këto janë për ku të shkojnë stadium. Po janë grash, o koleg? Jo, ke gabim. Nuk janë grash, sepse farmacisti që jashiti ishte gay. Nuk I kam blerë në farmaci, koleg. Ku I blerë? I kam blerë në një supermarket që shiste detergjent. Palatinat japë një palë syze. Plot 8,99 euro, koleg. Që kanë syze të mjë? Më pëlqen jashtë mase. Unë jam gjelos, dhe më thënë. Markë që se egziston. Po tashi, zakonisht marka nuk egziston. Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Roftë Kina Republikë. Po. Me gjatë këshu është, fillon e hëna, kemi Blue Monday, për shumë ti vuan? Jo. Unë vuaj, ti vuan? Në njëherë po, në njëherë jo, varet si të... Bëhet trurin 0 truri. Unë është të kam gjithë. Bëhet 0. Për shembull djekur më zuri kështu si ankë, mora kolegën të ashtë dalin, bëjmë shëtitje, 3 orë ecje? 3 orë. 3 orë ecje. Pas dite. Kemi përcjell 3-4 palë vrapus. Qa flisni? Ka momente që dhe nuk flasim, shojmë natyrën. Okej. Të mëmë gocat I da... Por nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që kemi trurin 0. Sot jemi të qetë, dyst, komplet. Ja shifi syzët. Nuk e di kolega, kjo vajza më duket vërtet. Vajzë? Po. Pse qarë? Falë të lutëm pësi. Pse që gudzo dhe mos I thuaj vajzë. Më I vajzë. Po. Jo, e di si është kjo punë, dhe më thënë, kur ti arrin një farë moshën, kolegu, do të kuptosh që fillon dhe jeton me kujtime, sepse rastet nuk rallohen, zhduken. Ju po. Dhe fillon jeton me kujtime, e të kujtojë, ma mena të gozën, futemi të gjithë një të e shojmë goca të palestra, jo vajzë. Ti e re akoma dhe për ty jeta ka filluar në 2010-ën. Ke thënë ti dhe nuk lëviz ai vit. Dhe ti nuk e ke parë filmin Fantozzi. Fantozzi ka pas një kundër figurë, ka pas një koleg që ishte 5% me zgjuar se Fantozzi, vëri pak syzet koleg të lutem. Okej. Nuk e di po që. Nuk të pëlqyen këto syzet. Jo, nuk është se koleg vintage, koleg. Janë fantastike, po tash më kujtua do ku të kam parë te filmi Fantozzi. Kolegu që. Po kjo është moda e fundit. Është e fundit. Në qofë se ti e re, se jeta për ty ka filluar në 2010, por në qofë se ty të kujtohet filmi Fiet që priten, po, edhe ishte Pangjyra, Pangjyra ishin si të kafta ato, po ishin kështu të roli I një agentit të infiltruar. Po, dhe kishin shkuar për gjirimi I ashtetit, në Vjenë. E kapën këta të cijas tek liqenit, te gjiri I vajzave me reputacion punëtoreve të seksit të diskutueshëm. Që mund të themi kështu. Me gjetër, kur bëhesh mbi 30 vjeç, bëhesh dhe nostalgjik, apo jo, koleg? Ja, kur bëhesh mbi 40, ka lëvizur mosha. Okej, kur bëhesh mbi moshën e kolegut, bëhesh nostalgjik. S'ka asgjë këtu, nuk ka asgjë, ne jemi pres tjetër mbi 30 vjeç. S'kuptova gjë, kjo do të thotë që jam në 30 vjeç. Nuk e kuptova. Je në 30? Qa filloj, qa u dha, po diu. Qa ndodhe? Ti kishe kuptuar rrugën e Durrësit, rrugën Shakespeare, e s'kishe kuptu këtë? Qa rrugë ishte ajo, ku ishte ajo? Rruga Shakespeare. Rruga Shakespeare? Ku është në Kënet, rruga Shakespeare? Diku andej, koleg, një zonë në zhvillim. Do thonë që ky filmi Hamnet është I jashtëzakonshëm, pretendon për shumë Oscar. Ashtu ë? Do ta shohim edhe ato do vjen ata. I Spielberg. Po më duket se vetëm producenti, jo regjia. Po, ashti është. Se buri vjetë. Ati është firmos, letra, nuk është. Po.
Ja, letë kthehemi tek realiteti ynë. Njerëzit ka nevojë për të vërteta, ka nevojë për biseda jo të stërholluara, sepse zakonisht kur shkon në studio, për shembull edhe kur vin këtu, domethënë ne i stërhollojmë bisedën. Bëjmë sigurisht intelektual, flasim nuk fillim me fal. Do të jemi ne, po emisionet e tjera, domethënë por njerëzit duhet të flasin, duhet të tregojnë, duhet i thonë të vërtetat cop. Po mërziten pastaj dhe nuk vinë më. Jo. Përkundazi, kjo është roli i gazetarit, që t'i nxjerrit vërtet deri në fund. Ne kemi emision që kemi udhëheqës shpirtëror apo profesional, si e kemi? Unë do thosha është një model nga ato që s'do t'jenë më së shpejti se po vjen edhe koha pensionimit, por mësojmë çdo ditë, mësojmë një gjë që jo, nuk besoj se pensionimi do vi kaq shpejt, por pyetje, ky tan kola ngjan me ngjan the, jam vlezur. Me kë? Jo me ty. Jo me mua. Jo me ty. Nuk ka tuar syzet janë ndryshe. Ja shiko syzet tu. Kaj vë syzet e mia? Pa, ma provoj cik. Faleminderit për këto momente. Çfarë? Ja, provoj. Po, unë nuk jam... Provoj, koleg, provoj se duam të tregojmë që i ngjan tan kolës. Tani. Dëgjoj se unë nuk jam... Hajde. Jam, okej. Herë pas here. Jepi. Një fëmijët nga ekrani. Jepi Tano. Unë vëre. Se bëjt do atë. Shojmë variantin tjetër, original. Sa të bukur i pas kam blek këto syze. Po, kush t'i zjodhë? Vetë. Qa lexoj nësë lexoj do të. Qark. Nuk eksiston si mark. Ups. Tani unë kam i pytje këtu. Se kisha parë Ka ndodhur vërtet? Po, ka ndodhur vërtet. Marim vrejt e këta? Do me thënë, me intuit, pra me deduksion, muli, po pret moshën, kur yllin të bëhet i ri, që të bëhet njësoj, dhe t'i thot ash vetë. Se me nder, për nder moshe, nuk ja thotë. Problemi është, tani, pytja ime është ekzistenciale, është pytje shumë e rëndësishme. A rezikojmë vallë, ne që të marrim një vretje nga qama për atë që ka ndodhur te emisioni Ylli. Te ai lejohet se është në darkë. Shiko, koleg, neni është prodhimi mesazheve tilla, po dhe shpërndarja. Ne na kap shpërndarja. E kuptoj. Do vendosë rën aty ku duhet, kur thua prodhimi. Prodhimi? Po pra. Është dhe hëngse. Pra. Nëse, domethënë, por kjo është gjë shumë e rëndësishme, sepse qama na monitoron, na vëzhgon, na sheh për çdo gjë. Për shembull, prapë rrezikojmë. Shiko, do ishte më e bukur, sigur muli mos thosh atë që tha, po të thoshte ashtu, po, okej, hajde ndrojmë vendet, hidhet Tiranë. Rrezohet. Se është aq i zgjut. Pastaj ndoshta Ylli nuk do që t'i gjera. Ndoshta edhe kjo që ndron. Jo vetëm Ylli, ne gjithë në përgjithësi ndoshta nuk duam që t'i gjera. Po këto, thashe themet në televizor, a lejohen, kur personi nuk është i pranishëm? Që të ke drejt në replikës. Po, pra. Po, pse jo? Jo, normalisht, me etik, qama do të bëjnë një gjë. Po nëse nuk është ashe themi rënd... Jo, po janë personale, që kanë të bëjnë me pame fizike. Për shembull, unë e di që me ligjin e medias, ti nuk mund tallesh dot me pame fizike dikujt. Po që ata shekeme ne... Që bët ju me syzet e mija. E keme ne që të ramë qafër syzet. Po. Ti na shkrive, koleg, po ti na bëre ditën. Mbi gjitha me ligjin e medias, juve nuk mund të merrni dot me anë jashme. Dikush mund të ketë syrin çakër. Dikush tjetër mund të çaloj. Domethënë, dikush tjetër mund ta ketë bërë fytyrën tepsi, siç e ka kolegu. Ka raste kur kolegu ka një vizë të kuqe këtu prej kasketës. Koleg, mos kalon vjen e kuqe. Po kalon vjen e kuqe. Po, pra. Dhe qama në këto raste duhet të ndërhyjë, apo jo? Qama e di kur gjërat janë të dukshme, pra kur duken që dikush ka ndërhyrë, dhe duket kur dikush nuk ka bërë gjë. Falë, domethënë, por ti nëse ke një produkt mediatik, nuk mund të shkelësh etikën dhe të flasësh për njerëz. Koleg, se merrti një pyetje në celular, se kam lexuar akoma, po e imagjinoj çfarë është. Përse i thoni qama? Se ndoshta nuk e kanë ndjekur atë emision. Elbasan, Qelbasan, erdhi vëretja, ama, qama. Është matematikë thjesht. Sepse në një barazim... Madjes të rregulli 3-shit nuk kemi këtu. Në një barazim matematik, nëse shumëzon të dy anët me të njëjtin numër, prodhimi mbetet i njëjtë. Okej, kalo direkt tek RTSH arsimi.
apo shkolla. Ka i kur ta njëse. Sa më shkon aty. Pra. Që po thonim? Po thonim që nuk mund të flitet për dikë dhe të mesh me pamjen e jashtme dikujt. Domethënë qoftë kjo në mënyrë ironike apo agresive. Domethënë varet se si e ke koncepcion, por është ndaluar me ligj. Dhe Qama duhet ndëry në podcaste të tilla dhe të bëj vretje, siç na çon në vretje njërë në muaj. Njërë 2 javë të këtë periudhë, sot pres javës tjetër në zjeli prapë, shumë e radhë. Ja ta shohim se çka ka ndodhur në një nga podcastet më ndjekura në Shqipëri. Transmetohet njërë një javë? Po, dhe, ai është personalitet, por kjo nuk do të thotë që ka të drejtë të merret me pamjen e jashtme dikujt tjetër. Kjo është e vërtetë, koleg. Ndoshta sa studio do të shkojë një. Po pra. Një ankesë. A kanë ashtu siç thotë ylli këta të Qamës? Që ta çojnë një posteriore. Ky Fevziu bën ky kirurgji plastike sipas teje, unë e di që si ja bën ju, po ky bën kur e shef kështu, ky bën kirurgji plastike. Nuk ka bërë asgjë. Në syrin tim kritik, jo. Nuk ka ndërhyrë, domethënë. Jo, asnjë gjë s'ka ndërhyrë. Atë lëkurën në tërhequr kështu si tullumbace ka natyrale. Po. Mirë. Në syrin tim po. Jo, bëra një po bien ka shumë nga këta. Është gjenetike në shumë persona, për post të tjera, pa. Ai është i ri i përjetshëm. Jo, e sola këtu në vëmendje se e di se kur erdha aty te ju pash që kishit atje në ekran që tregonit që aparaturën shtar Fevziu edhe tash mos ka ardhur aty, ka bërë një kirurgji plastike dhe pastaj ka bërë sa ai është kaq i apasionuar mbas punës vet sa edhe kur shkon për diçka krejt tjetër e bën një video dhe e nxjerr edhe bën një rrugë dy putë. Tash mos ka ardhur për këtë pjesën që për atë. Po domethënë këtë pjesën e tullën Fevziu e ka komplet natyrale, sipas teje. Po, sipas. Mos është xhelos ky? Në radhë parë unë pashim plagjatur këtu. Pse? Në sfond më kishin marrë syçet. Po, unë një gjë nuk kuptova, a është mirë të bësh ndërhyrje apo s'është mirë? Duke parë dhe bashkëbiseduesen, domethënë timin ka në unë pyetje dhe. Ky Fevziu e ka votuar. Shiko, koleg, ka një problem, sepse ç'a ndodh? Po tani ne mund të bëjmë tash edhe me ç'a duam, nuk është se kur Qama u çon gjë atyre pse na sjellin ne atë. Domethënë, duke u kthyer mbrapsht studimet e mia mjekësore që janë të vyra. Po, vyra. Gjendja e lëkurës mbi kokë reflekton dhe gjendjen e sipërfaqes së trurit. E kuptoj. Ti e di, sepse me siguri ju kur shkoni që bëni botox nuk kërkoni të bëni drejtim të rrudhave të trurit apo jo. Kush bën botox një? Sepse i keni të lindura. Po, kjo brima në mjekër shpeshherë kur bëhet. Pse bëhet? Do të pyet Luli. Këtu kemi ekspert është. Kolegë janë muskujt që vendosen. Muskujt. Sepse fytyra sa muskuj ka këgja fytyra. Fytyra mund të ketë mbi 40 muskuj. Mbi 40 muskuj për një buzëqeshje për shembull sa muskuj duhen? Varet, tash këto që bëjnë botox një muskull lëvizet. Vetëm kjo këtu. Pse u bëm kështu valla? Nuk e di. Kemi qenë ndryshe më. Po bënim edhe ju. Ç'a të bëjmë? Botox. Po unë grupin e gjakut e kam marrë domethënë duke pa familje, unë s'kam bërë një injeksion në jetë. Ai jo. Ju qofshi. Nëse nuk ka rëndësi. Por mund të bëni yoga për të eliminuar rrudhat. Yoga apo oga? Se i bëjmë oga. Profesor, unë jam Edi Yoga. Okej, profesor. Mund të bëni yoga. Do bëjmë pas pak yoga. Do bëjmë yoga. Po. Do heqim këpucët? Nuk do heqim këpucët, jo. Por do mësojmë si të përmirësojmë jetën me yoga. Shqyqy që s'do heqim këpucët se kam një çorapet të... Pak të nuk i ke veshur mbrapsht që i vesh zakonisht në program. Ju kujtohet Fatimja, që ishte një personazh fantastik tek Aldo Morning Show? Instruktoria e jogës. Kishte shumë vite në fakt që ishte larg ekranit dhe sot e kemi në studio. Po, koleg, Fatimja në studio. Po, Fatimen e kujtoj, ndërsa atë që the përpara ç'është se unë shoh gjithmonë hapësën e mëngjesit, nuk i shoh atë. Po ju përpara 12 viteve nuk keni qenë këtu, kështu që me siguri do keni parë Fatimen. Këtu Fatimja ka një tatuazh. Ta shohim ndonjëherë? Ka të drejtë ketë çfarë të dojë, koleg, se je bërë shumë para gjykues. Po, jo, janë licet e tutave të jogës. Licet e tutave të jogës. Koleg. Sa vjeç Fatimja apo s'pyet për? Zonja nuk pyetë për moshën. Megjithatë, duke parë rrathet e prerjes transversale si një pemë, themi që është rreth 30-ave. Rreth 30. E qartë. Urdo. Po unë sa jam duke parë rrathet.
Po në ta thamë të pramoshën? Nuk se vogla se madhe. 24-25 për thamë tani. Nuk që nga fare i sa kolegë. Dhe sot do improvizojmë një klasë joge me Fatin, si që njojnë të gjitha zonja dhe gratë me Fatin. Do bëjmë yoga, se jo, do meditojmë. Në thaj si do pysim, do bëgemi yoga. Do hapim, më dëgjoni me vëmendje, do hapim portat e shpirtit. Zogun e Tiranës kur do e morem? Në program darke nuk është si dhe që me që po marrën, personazh dhe Aldos, do të thaj dhe Zogun e Tiranës. Me gjitha, s'ka, shiko, kolegë, duhet të konformohemi. Do të thënë janë gjëra që njerëzit i duan. Mos thuaj fjalë të tilla që janë për në orën 21 darkës në Top Channel. Të lutem. 12 perëndit do t'i zbulojmë sot nëpërmjet jogës. Sare? 12 perëndi. 12 cop, i mban mend emrat e gjithëve? Po i ndajmë 3-3-3. Edhe 3 Fatime. Ele Fatimes 3. Mirë, do të kishim marrë të veshur me sportive sot, po... Nuk na the më motor, nuk na e di se thash. Do bëjmë si do bëjmë. Do bëjmë si do bëjmë. Edhe mund të heqim pucët apo? Patjetër që po. Kam çorapet e grisura. Po ti do heqësh të syzet njerëz, me ato syzet nuk ka shans të bësh yoga. Jo. Ardian Krasniqi do kemi në pjesën e dytë nga Gjermania, një boksier spektakolar dhe po ashtu pati një fitore spektakolare në Stuttgart. E bëri kundërshtarin, e gjakosi sa ishte gati për të përfunduar ndeshja, se nuk mundej më, por që ja doli të shkëlqej. Keq vjen për emisionin e mëngjesit në Gjermani që ka lidhje me atë Gjermanin që është bërë. Ato do marrin, s'do marrin. Normal. Në fakt ndeshja ka qenë në dhjetor. Por dije që krasniqtë janë shumë të vështirë për tu kontaktuar. Gentlemani ka pseudonimin në ring. Të vjen spital me i kavanos kompost në bazë ka për të vdekur. Është njipi i bokserit të njohur Luan Krasniqi. Ai është mit. Ti e di si e ka emrin çuni i lojtarit polak dhe tashmë i dëmtuar prej 6 shekujsh tek Juventusi Milik? Ha? Luan? Prej Luan Krasniqit. Ashtu? Po. Nuk e dija. A se dihet i këtë? Arkadius Milik e ka, çuni e ka emrin Luan. Luan Arkadius Milik. Me qëra fjala, kolegë, njeriu boksieri më i zgjuar në botë është George Foreman, i cili ka 12 fëmijë, po 5 djemve të parë ja ka vënë emrin George. George i parë, George i dy, Dhe kjo është fakt, kolegë, ka është tregu shumë i zgjuar, sepse do rrit tash të mbaj mend emra, ai çfarë thot George dhe kush vjen? Po pse nuk e bën si kushja ime, kur na friste neve, të një emër. Në fund fare si Ylli Rakipi. Si e qartë. Ai ishte emri Messi. Sa i gjente emrin Emri Messi i gjithkujt. Jo, nuk u bë faj se më ndodhe. Mua tani, më ndodh nga troj emrat. Edhe ti si gjyshja në fund fare. Po i kam për kollaj lëk. E kuptoj. Kollaj lëk. Ti çfarë emrash nga tro ato të qenve që keni në... Ato e kanë emrin gjithë njësoj. Okej. Lordi. Dhe nuk po edhe me emrin se është... është me qeshur. është me qeshur fare. Po, pastaj? Lore do na vinë në studio, se se ka bërë një këngë, një bashkëpunim fantastik me MC Kreshi, nuk na harron kurrë me të drejtën. Në fakt, unë kam parë film këtë... Kënga shumë e bukur. Kënga shumë e bukur, videoklipi aq po aq i bukur. Ajo Zoza në fakt ka qenë regjizore e klipit dhe duket dora e saj me të drejtën. Ka një dorë delikate në shumë klipe. Po kënga Nini? Nini. Nini tani nuk e di nëse është një përkëdheli. Apo e ke ni? Ni. Këtë do e thoja, a është përkëdheli apo e ke ni? Vetëm i pyetje kam unë, pse Lorea ka marrë kazmën edhe gërmon tokën? Po gjen atë shpirtin, po gjen zemrën, pra e gjithë kënga, e gjithë fabula është... Duke sigur sapo ka bërë një krim edhe do të varosi provat, mos kufomën e... MC Kreshës? Jo, MC Kresha është gjallë, del në fund, do më thënë del... Jo, po merë kutin ku do vendose zemrën që mos t'i thyet zemra. Manet. Ku ka qenë Lore këto kohë, se nuk e kam parë, kolegë? Ka qenë këtu? Lore ka qenë tek shtëpia më e diskutuar me shqiptarët. Zuri një cepak, dhe nuk është se... Jo, ishte aktive, por që nuk dua të zbuloj shumë, por mua më tha që ishte momenti i dur për të larguar dhe për të vazhduar projektet. Sepse koleg kaq fami duaj. Ajo e dinte që nuk fitonte, le të themi gjërat siç janë. Okej. Më thënë për të lançuar këngë. Kaq drejt për drejt, as Ylli Rakipi nuk është program në vet, koleg, si që ti. Se si jam i vërtet. Po do rrim të bëjmë çka kam thënë, thuaj gjërat e vërteta dhe s'ke nevojë të bashkëmarr. Me Fatimen. Fatin. Ajo kënga të kujtohet? Moj Fatime Shamikuqe.